Edhe këtë vit, Korça mbetet qyteti më i kërkuar nga turistët e huaj, kryesisht nga Europa perëndimore. Në rrugët e Korçës është bërë e zakonshme prania e turistëve gjerman dhe francez, të cilët shprehen se ky qytet është pjesë e lëvizjeve të tyre në Shqipëri. Ishim nëpër Shqipëri, erdhëm edhe në Korçë. Natyra, njerëzit dhe çmimet janë të mrekullueshme. Rrugicat e vjetra janë mahnitse. Hera e parë në Shqipëri, po kënaqemi shumë. Na zuri shiu, por qyteti është i zbukuruar. Vim nga Gjermania, hera e parë në Shqipëri. Kohë e keqe, por gjithsesi u kënaqem me lëvizjet në qytet. Pazari i vjetër që ka shumë i bukur, shqiptarët shumë mikpritës. Kjo është një familje franceze e cila për herë të parë është në Korçë. Jemi një familje nga Franca, vendosëm të udhëtojmë nëpër botë. Erdhëm në Shqipëri, ku natyra është shumë e bukur. Ishim në liçenin e Prespës, tani jemi këtu në Korçë. Pazari, kisha, ushqimet, muze plot, qytet turistik i mrekullueshëm. Më pëlqen Shqipëria. Sot do të vizitojmë fabrikën e birës dhe jam i sigurt që do të rikthehemi përsëri. Operatorët turistik bëjnë me dije se këtë vit kanë rezervime 10% më shumë me turistë huaj se një vit më parë.